Ka vlerësu Partinë Demokratike. Profesor? E thamë edhe më herët, koalicionet janë të domosdoshme. Asnjë parti s'do të hynte në koalicion sikur të kishte mjaftueshëm votën. Por, duke mos i pas mjaftueshëm, s'ka çare pa hi me dikën koalicion. Qoftë në para zgjedhjeve, qoftë për qeverisë nivelin lokal, po edhe nivelin qendror. Në të kaluarën polarizimi i madh ka qenë LDK-PDK. Faktorizimi vetëvendosjes. Tani ka kriju një pol tjetër. Një pol ndryshen nga një pol tjetër që i ka grumbullu gjitha i regjimi i vjetër, që është quajtur për 20 vite e kështu me radhë, dhe tani kjo ka bërë që në mes të për PDK, në mes të LDK-s edhe vetëvendosjes, në rastin e Prishtinës po zëm, votues më pranueshme do të ishte, po do të ishte kjo para 10 viteve po zëm. Por faktorizimi i LDK-s dhe grumbullimi... Profesor, më falni si ju ndërpres, thoni se faktorizimi i vetëvendosjes sikur i ka bashkuar... Patjetër, do më thonë, zgjedhja më pak e keqe një farë mënyrë, nëse mund të themi, ose keqja pak më vogël, me styre, prapje ndoshta më të afërta, janë larg njëra tjetrës, po në krahasim me vetëvendosjen janë më afër. Dhe kjo i konvenon zotrit Rama në Prishtinë dhe LDK-s që të marrë një numër të madh të votave në Prishtinë dhe të fitojnë ndoshta, kështu do dhe me zgjedhjet e kaluara të nivelit lokal. Ishte vota e PDK-s determinuese që kandidati i LDK-s që doli i dyti në raundin e parë, ja doli që të fitoj pastaj me mbështetjen e votave të PDK-s. A do ta ketë vështirë kësaj radhe? Që ti marrë mbështetjen e PDK-s, besoj se nuk do t'jetë e vështirë në rast janë vetëm 2 kandidatë dhe njëri prej kandidatëve nuk është shumë i pranueshëm për PDK-n, kandidati i vetëvendosjes, dhe besoj që edhe pse s'kam pas ndoshta një përvojë të mirë gjatë qeverisjes nivelit lokal, besoj se kjo nuk do të reflektohet ndoshta edhe në aspektin e votave dhe normalisht që në qeverisjen e ardhshme, kush do që ta krijojnë në Prishtinë në rast se fiton LDK ose vetëvendosja, koalicioni është i domosdoshëm dhe normalisht që në rast se vazhdon me një qasje të tillë, ndoshta jo shumë kooperuese si koalicion, këtë herë fitoj në një farë mënyre, por do ta ketë shumë vështirë që të fitoj herën tjetër në zgjedhjet e ardhshme. Besoj se ai përvojë e keqe do të shërbente si mundësi për përmirësim të marrëdhënieve mes partnerëve të koalicionit, që vërtet jetë një qeverisje e cila në rast se vazhdon qeverisë, siç ka qeverisë në këto 4 vite, do të sfidohet shumë më shumë se sa u sfidu në këto zgjedhje që ishin javët e kaluara. Po në Mitrovic, Gashi, ka gjasa që të ketë një bashkëpunim të tillë, sepse përmendi profesori tha se faktorizimi i lëvizjes vetëvendosjes sikur i ka bashkuar 2 parti tjera, PDK-n dhe LDK-n. Në anën tjetër, një gare ashpër po zhvillohet në Mitrovic të Jugut, atje ku numërimet e fundit sikur edhe kanë përbysur rezultatin, ka gjasa që të ketë një përkrahje ndoshta të LDK-s për kandidatin e PDK-s në mënyrë që të kaluat pastaj me vota ai i vetëvendosjes Fatmir Heci.